إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Ata e falenderojmë, për e ti fale, udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, ne gradualisht shkallë ditë për ditë po afrohemi drejt fundit të Ramazanit. E lutim Zotin e Madh që Allah ta ban fund të falur për gjunaheve, fund në të cilin ne dalim të liruar prej mëkateve tona, prej egove tona, prej tekave tona, dhe dalim besimtarë më të mirë të Allahu subhanahu wa ta'ala. E lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allah të na jap vullnet dhe shëndet për ta përfunduar Ramazanin ashtu siç është i kënaqur Zoti jon te bareke wa ta'ala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu që të nxjerrim mësime dhe dobi nga ngjarja e Musait alayhi salatu selam. Në ligjëratën e kaluar e prezantuam ngjarjen e lopës, të cilën kishte ndodhur në kohën e Musait alayhi salatu selam, dhe nga kjo ngjarje e ka marrë edhe emrin surja më e gjatë në Kur'an, Suratul Baqara, surja al-Baqara, surja e lopës. E përmendëm ngjarjen, treguam si u zhvillua ngjarja, se një djalë e ka vrarë axhin e vet, tinza natën, pastaj e ka nxjerrë sabah duke kajt, pastaj e ka lip vrasësin dhe e ka akuzuar një familje tjetër, derisa Allahu xhelalu ala ja mundsoi Musait alayhi salatu wasallam që ta zgjidhte këtë problem nëpërmjet një lloj sebepi që e bëri Zoti te bareke ve teala. Mirë po ata, si zakonisht bijtë e Israilit, të thirrur nga egot e tyre, nga shpirtat e vrasht të tyre, filluan me e marrë me hajgare këtë punë. Andaj i thanë të të khidhuna huzua. Kur ju tha Musa a.s. prejnë një lopë, ata filluan me thamë se banë hajgare me neve, mos luj, mos u tallë me neve, se na e kemi punën shumë më serioze, ndërkohë që ti thue du të me prejnë një lopë. Pastaj vazhdoi Allahu janë me ta tregue si kërkuan llojin e lopës, cilësinë e lopës, ngjyrën e lopës, e kështu me radhë, derisa e paguajtën me pasuri të shumta. E ne kemi shumë mësime këtu. Mirë po ne do të ndalim edhe me disa stacione nga surja, nga ngjarja e Musait alayhis salatu wasalam, ndërkohë që nuk kemi edhe shumë ditë. Andaj do të mundohemi sot një varg të mësimeve që ti marrim pak më të ngjeshura. Andaj ngjarjen e dini tani në surën al-Baqara prej ajetit 67 dhe deri më andej, e ne do të ndalemi me disa prej mësimeve, nga se thamë se nga ngjarja e Musait alayhis salatu wasalam qëllimi është mësimi. Qëllimi është vajzi, qëllimi është edukimi me këtë ngjarje, dhe jo vetëm rrëfimi dhe përcjellja e rrëfimit, nga se kjo ka mundësi mu bë me mënyra të ndryshme. Mirë po qëllimi është që besimtari nga këto ajete kuranore të nxjerrë mësime, të cilat mësime do t'i zbaton në jetën e vet. Andaj këtu kemi një varg mësimesh, edhe këtë dietar kanë përmend shumë prej mësimeve të mëdha në këtë varg ajetesh. Mësimi i parë të nderuar xhamatli që e marrim nga kjo ngjarje, cila është se kur ju tha Allahu xhel xelaluhu nëpërmjet Musait alayhis salatu wassalam, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Kur Musa alayhis salatu wassalam i tha popullit të vet, Allahu po ju urdhëron që ta preni një lopë. Shikoni vëllezër, shikoni sa qartë rrjedhshëm Musa alayhis salam ju ka thënë, inna Allaha ya'murukum, Allahu po ju urdhëron. Këta sikur nuk e të gjuhë këta, Allahu po ju urdhëron. Shikoj sa qartë ju ka thënë, inna Allaha ya'murukum, Allahu po ju urdhëron. A ka këtu diçka dorë Musa? Jo, e ka theksu, inna Allaha, Allahu, vërtet Allahu po ju urdhëron, an tadhbahu baqara, që ta preni një lopë. Shiko, nëse i thu dikujt kështu, filani po thot, apo edhe ti kur i thu kështu, pra e bart për katësinë e fjalës tek ai, edhe ti nuk i përgjithësi për ata. Andaj thonë edhe te muslimanët dietarët, ai i cili kallzon fjalë të kufrit nuk ka qafir. Nëse unë kallzoj që ka thonë qafir, nuk jam qafir, se jam të kallzuar që ka thonë ai. Andaj na për shembull këto kanë bë hajgardë me Musa alayhis salam, po ne na tu kallzuar që kanë thonë. Dhe Allahu jana na rrëfet. Sa qartë ju ka thonë, inna Allaha ya'murukum, Allahu po urdhëron. Megjithatë ata e kanë tejkalu këtë Allahu po urdhëron,
Edhe kanë shku e qfar? Kanë shku i kanë thanë, e të të khidhune huzua, ti apo ban hajgare me neve. Pra, shiko dhe zër, që ta kuptojmë një mësim, se gjithmonë pejgamberët e Zotit vinë me argumente të qarta, me urdha të qarta. Shpallja është e qartë, ne ngatrojmë ata. Andaj Musa a.s. ju ka thënë, Allahu po ju urdhëron. A ka diçka pa të qartë? S'është punë e emja kjo. Andaj gjithmonë kur ata kanë ngatruar muhabet, gjithmonë përgjigja që ka thënë innehu yaqul, Allahu po thot. Apo ju ka thënë Allahu po thot, po thamone. Megjithëse gjithmonë ja ka theksu Allahu po thot, ata drejtimin ja kanë bërë këtine, sikur që ndodh plot pi muslimanëve, apo edhe pi të tjerëve, ku urdhat vinë pi Allahut dhe pejgamberit alayhis salam, ai ta gjun tyje, apo e akuzon ligjëruesin, apo hoxhin, apo dietarin. Mirë po kjo punë nuk ka e ti, është e Allahu. E kur thot inna Allah ya'murukum, çka ka këtu ligjëruesi? Çka ka këtu ligjëruesi? Nëse ti për shembull kështu vëzë, nëse ti për shembull të vjen një borxh, ti i ki borxh dikujna, apo edhe ai që ti i ki borxh atina, nuk po mundet me të taku tyje, sikur që është e zakonshme. Edhe e zatet një dostanin ai, edhe i thot, japja çket letër dostit tan. Apo edhe vjen ti letra, edhe ti lexon, o filan, kthe ma borxhin. O filan, kthe ma borxhin. S'po mujt me zatet, mirë po ta çova letrën. A ki drejt ti mi thon këtij që ta ka pru, a je mirë ti? Çish mundesh me mlip ti parë mu? O, unë letrën veç ta dha. Unë nuk e di çka kom rëna. Unë, ai ma dha letrën ti me ta dha. Pra, ai i cili të kallxon çka ka thon ai, çka ka faj ndërmjetësi? Ndërmjetësi vetëm ka ndërmjetësu me ta komunikue fjalën e atij i cili e ka thon. Musa a.s. këtë rast, kur i ka thon Allah po thot me prej një lop. Shikoja u ka theksu, Zoti po thot, unë të mirë me muë, Zoti po ju thot. Me gjithë ta kanë bërë labirint, kanë thon, e të khidhuna, ti mos ban hajgo, ti mos ban hajgo. Nuk jam mërë une këtu në për këtë asyje dhe shiko. Kur jemi të shpallja, kur ka urdhër kuranor, kur ka urdhër profetik nga Muhamedi alayhis salam, ndërmjetësi nuk ka përgjithësi, komunikuesi nuk ka përgjithësi. Nuk mund është ti me akuzu komunikues me thonë, shire çka na prunë ti neve. Jo vëzër, se është puna Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëzër, gjithmonë shpallja vjen e qartë dhe gjithmonë paqartësia dhe ndërligimi vjen prej robit. Sepse shiko Musa që i ka thënë, Zoti po thot, atë shpallja vjen e qartë, Kurani vjen i qartë, Muhamedi sa flet qartë. Ai që e komplikon është unë dhe ti. Ai që e ngatron jam unë dhe ti. Ai i cili e mpështjell jena unë dhe ti. Muhamedi sa nuk ka pështjell. Ai nuk e ka ngatruar. Për këtë arsye vëllezër, ne duhet që të bindemi, nga se kitë që kënë gjare vëllezër, e ka një lloj qendre të meseles. Ka shumë mesele, a me ka një qendër. Cila o qendra? Mos u tallë me shpallje. Mos e merr hajgare shpallje, bindu në shpallje, bindu të fjallë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj këta i tha, inna Allah ya'murukum, Zoti për të urdhëron. Çka mund e këtë punë? Allahu të ka urdhënuar. Kjo është mësimi i parë të ndëruar xhamatli. Pastaj çka i tha Musa alayhis salam, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Tha Allahu më ruajt, kërkoj mbrojtjen e Allahut që mos të jem unë prej jahilave. Vini revëzën. Fjala a'udhu billah thuhet për punë të mëdha. Nuk thuhet për shembull, ti kur ta shihsh një bubrec, a thu a'udhu billah. Jo. Ama me pa një tigër, a'udhu billah, Allah i na rujt. Tigri ka takat, ky bubreci s'ka takat. Ti nuk thua a'udhu billah pi mizës, nuk thua a'udhu billah. A me pa me një arush, apo e lexon këtë surë që i di përmendsh. Pse? Se tash takatin e ka më të madh. Apo a'udhu billah kur thuhet kur ai pi të cilit ti po mbrohesh ai fort. A'udhu billah, Zoti mbrojt pi kësajna. E tani në Kur'an dhe kur vjen fasta'idh billah, kërkon mbrojtje prej Allahut, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kur thuhet kur ti i të bëni punë të madhe, ose ai pi të cilit ruhesh ka mundësi me të shkaktu probleme. Andaj thuhet para se me lexon Kur'anin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pse? Sepse shejtani, nëse e tërheq Allahu mbrojtjen, devion, tum. Nëse Allahu nuk e kish udhëzuar robin dhe nuk e mbron, ai devion. Andaj nuk thuhet a'udhu billah pos për punë të mëdha. E tani, kthehemi këtu. Por çka tha Musa këtu a'udhu billah? A'udhu billah tha për ignorancës. A'udhu billah. Dhe shiko, këto nuk e akuzon për ignorant Musa alayhis salam. Se sikur ti kishin thënë
sikur të kishin thënë: o Musa, ti je ignorant, dilni pi feje me automatizëm. Mini herë qafiro bëshin. Ama këto nuk e kanë thonë ata, po e kanë thonë një fjallë tjetër, e cila o pjesë e ignorancës. Kush ban hajgare dhe zër? Ignoranti. Andë do Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala thot: në kësi muhabete, në kësi loj fjalime publike, sikur që ka qenë këtë rast, kitë populli u ka mbledh për një vrasje, edhe Musa a.s. ka ardhë si zgjedhës i problemit. Në kësi raste një njeri thjesht më kanë, jo pejgamber, zguzo me ba hajgare, se ka vdekje aty. Në njeri mbilik që ja me ngrije, është bana hajgare kur ka vdekje. Kur ti shkon në ngushëllim dikun, i ka dek dikush baba, nana, a bana hajgare t'ja ti mrejna? Jo, njeri thjesht nuk bana hajgare. E ku më me ba hajgare Musa a.s. Andaj talja në rastet të rana dhe talja në rastet të vështira është për ignorancës në kulm. Andaj këto si kanë thonë ti e ignorant, po kanë thonë mos u ban hajgare me neve. E Musa që tha eudhu billahi an akuna minal jahilin. Allahu në lusë që të mbroje, që mës t'jem kur për ignorantve. Pra, pi ku bëron hajgareja? Për ignorancës. Unë nuk kam ignorancë, s'jam ignorant. Andaj shiko dhe zërë, kërkimi i mbrojtjes nuk bëhet pos nga gjërat e mdoja. E Allah në përmet kësaj ngjarje po na tregon se duni me kërku mbrojtje për ignorancës, se s'ka ma të keqe se padia. A ka ma të keqe se padia? Da. Shikoni vëllezër, në tabiat insani e ka, në tabiat mënena. Hiç besko që fëmi thon ti s'po di. Fëmia pak sa t'ja nise me fol, pak sa t'ja nise me mor vetën, apo zakonisht çish komunikon me prindin, me nanën dhe vet babën. Babi e di, nani e di. Pse? Se zakonisht do me pa u e di, jo se di, e di që ta, apo dy fjalë kur ti mësoje, çato i përsërisë, çato i di. Andaj njeri ka me rak, pisit linde, atë çka e di me kallzu, atë çka se di. Për shembull, si cëlli pinevi më thon, ti kanë ignorant? Dhe i thot, Allah firambe kjo, mos më thoi ignorant. Me gjithë se sa ignorancën e ka insani. Thot Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, djetari madh për djetarëve të Spanjës. Çfarë ka thënë? Ka thënë tabiatin e çdo insanit është sa do gjehel që ka, nuk ka me rak mi thon. Cëli për neve ka me rak mi thon, o i padishëm. A ka dikush në Facebook? Apo, për shembull, i padishmi, në shembull, në çka katror. A ka? Jo. Ama Ebu Fulani, Sheikhul Islam, apo pse? Ai ka mund që izdi, ama emrin e madh. Pra, zicëli e merr emrin e dijes. Emrin e dijes. Por këtë arsye Allahu ja ka mbush Kur'anin me emrin e tij El Alim. E dijshëm. Se nuk ka mundësi më kanë i padishmi i lavdruar. Por këtë arsye ka kërku mbrojtje nga padia. Të ndëruar xhamatli, ni sot krejt probleme për ka vin për padijes. Për padijes. Me ditë njeriu apo xhuna? Mirë, po kemi dy lloj dije. Mos harrojnë aty kush thot, pa e di që janë haram, ja ka dalë. Dia është informative, edhe dia është takat, energji për ta lënë çka për ta zbatuar çka e di. Kemi dy lloj dije. Dia informative. Edhe dia për ta zbatuar. Ti e di se çka ka telefon. Edhe ka plot njerëz që thotë që ka telefon, apo ama s'di me përdor. Ti e di se çka ka libër, po nuk do më thonë se ti di me lexua ata. Pastaj, kur ta mirë të dhënën, nuk do me thonë se di me zbatua ata. Andaj, kemi dije informative, cila ti e di se çka çështu, ama nuk di si zbatohet ajo. Dhe s'ki takat me zbatua ata. Andaj Musa alayhis salam tha e'udhu billah. Allahu më ruajt. Dhe shiko, s'ka thënë en ejhel hadha. Çka thon Tahir ibn Ashur, se ka fjalë më të vogla se më shprehje ndryshe. S'ka thënë për shembull, Zoti më rujt mos me ditu në këtë punë. Jo, ka thënë Allahu më rujt kur jahil mos kofsha. Asnjëherë mos kofsha jahil. Jo vetë tu, unë asnjëherë s'do më kon ignorant. Por asnjëherë s'baj hajgare unë. Asnjëherë nuk zbavitem me këtë punë. Edhe nuk argëtohem. Andaj dhe ta mësojmë nga piksojna se ignoranca është e keqe. Muslimani nuk i përket me qenë ignorant. Muslimani nuk i përket me kanë i padijshëm. Muslimani i përket me kanë i dijshëm. Na çfarë thotë mundson Allahu xhelal xhelalu. I dijshëm në sjellje. A di sa akhlaqi është sjellje vëllezër? Është ilm. Kur ti di mos sill, kjo ilm. Kur ti di me nejt, kjo ilm. Kur di ti çish ulët me xhlis, kjo ilm. Kur ti e di si folet me më të madhin, kjo ilm. Kur ti e di se si mëshirohet më i vogël, kjo ilm. Apo dikush di me shpreh atë ilm. Një njeri cili respekton më të madhin, ai nashta nuk e di që pejgamberi sa ka thënë hadith kështu. Ai i cili e respekton më të madhin është pineve, ose ai i cili se respekton më të madhin është pineve. Ama me sjelljen e vet ka thonë se çon bedi, me sjellje. Apo për këtë arsye vëllazër,
kërkoni mbrojtje prej Allahut për ignorancës. Lut Allah, në Allah hek me ignorancën. Largo ma pa dijen. Krejt sot problemet që ka vinë në umetin e Muhamedit a.s. janë prej padijes, prej ignorancës. Andaj tha Musa a.s. Eudhu billah, Allahu na ruajt, Allahu më ruajt, që mos të jam asë njëherë prej ignorantëve, s'du më kam prej ignorantëve. Dhe kër e ka këshillue Allahu Gjellu Ala pejgamberin e vetë, Nuhin a.s. Kër ka ardh uji edhe ka rregullu anijen, kanë hip në anije. Edhe një djali vetë, një djali Nuhit, s'ka hip në anije. Ka thonë nuk hipi. Ka thonë nuk ka me hip në kodër, së mze uji. I ka thonë, ju ka thimë se djale ka pas, mirë po se ka besu, ka kanë qafir. Edhe i ka thonë, ja bu në jërkeb maana, o djali jam, hez me ne me hip në anije. Hip se ketë, s'ka s'kanë me hip në anije, kanë mumit. Ka thonë, jo, unë ka me hip në kodër dhe kodra më runë. Edhe ju ka drejtu Allahu Gjellë Gjellalu. Ka thonë, o zot, djali met. Apo, për emocioni, për dashnijes, çka e ka baba për e vladë, me gjithse e ka ditajt, çfarë halli ka. Allahu Gjashari ka thonë, o Nuh, inni a'idhuk, po të këshilloj o Nuh, mos lutë më kësisene, mos lëpë kësisene mo. Ti disa aj, nuk ka vi besimtarve. Edhe pse i ki djallë, nuk ka vi besimtarve. Andaj nuk hipa i në nije. Pasa që i ka thonë, po të këshilloj o Nuh, mos u bon për gjahilave. Shiko dhe zë, Laviran mirë pa Allahu gja e këshillon pejgamberëve, po të këshilloj mos u bëm ignorantëve. Mos lip atë ka përket me lip. Po këtë arsye vëllezër, këtë mësim e marrë nga kjo ngjarje se ignoranca shumë e keqe. Sa keq duket te i dishme ai çka s'di. Çko s'di. Apo para më nozë Allahu çish na shikon. Çish na shikon Allahu gja kur s'dina. Ata ka thënë Kur'anin, ta ka thënë pejgamberin. Prapë s'ke mësua. Ka që djetarë, ka që o gjallar, ti prapë s'ki mësue. A disa e ligë me qenë ignorant të Zotë i madh të bareke vëda. Kjo dhe zërë përmësime që i kanë zirë djetarët në këtë kontekst. Thot Ibn Qayyim el-Jauziy në librin e tij Ighathatu el-Lahfan, përmësimeve që i nxjerrim nga kjo ngjarje, thot është se lajmërimi për këtë ngjarje është nga argumentet e pejgamberisë të pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Se u kanë zirë Allahu gjatë detalët e ngjarjeve të cilat ata nuk dojnë mi kallëzue. Apo, ata s'kanë merak me kallëzue se këta janë talë, babalarë të këtinu janë talë me Musën a.s. Apo kanë bo hajgare me Musën a.s. Apo e kanë akuzu për hajgare Musën a.s. Mirë pa Allahu i qëfar? I rrëfen detalët zbuluese. I ka zbulu Allahu gjilu ala. Këto detalë dhe zërë, pse kanë zbrit në Kur'an? Pse kanë zbrit? Tani vini re. Nëse ti për shembull je në shpitale, edhe veç ti shaki fol me familjarët e tu, edhe kur kush nuk e di ata, edhe vjen dikush të qëre, kejt e dina që ngi fol. Detal e dina. Apo, e tani vëzër, shiko, në kohën e sotit për shkak të incizimeve nuk është ndoshta e madhe. Mirë po në atë vakt, me 1000 vjet më herët, vjen në Kur'ani te Muhamedi alayhis salam, i cili kur libër me dorë s'ka prek me lexu, kur. As me shkruajt s'ka dit, alayhis salam. Dhe vjen detal në gjuhën më të lartë letrare që s'ka mundësi kudreti njerëzor me mri aty. Dhe ju kallzon detale bijve të Israilit për babgjyshat e tyre. Këto kanë bërë kështu. Dhe ata e dinë shumë mirë se çështu akon harf për harfi. Çka i bie kjo vëllazër? Pika e mur Muhamedi alayhis salam ta. A ka jetuar me ta? Jo. A ka jetu? Na kena jetu me këta? Jo. Na ka kallzu Allahu xhelal. Ka e kishte ditë. Ja, zakonisht për shembull njerëzit, se ato shka njeriu vëllazër e ka zakon gjithmonë mbështetet ajo çka e di dhe e anashkalon atë çka s'e di. A gjithmonë goditja të vjen çasaj anë çka s'diti, jo çasaj anë çka di. Muhammed, kur sprova nuk të vjen çanë ka di, kanë ka s'di. Gjithmonë çanë goditesh, çaj pjesa çka s'di. Ajo çka di, a njeriu ku mbështetet, për shembull. Me dve ty dikush për shembull për në Kinë, ai kallzon për historinë e Kinës. Detale. Çka më të kallzua? Pse na për shembull, pse na o xhallar s'folna për Kinën? Ç'ës na ka ardhur Kur'an kur jo për Kinën? As në hadithe, apo. Kur ti nuk ki detal, edhe s'u kallzon për ta. Apo, a mundesh për shembull me kallzuti për një shtet për shembull të largët detale atë ka folki, jo se nuk e di. Kur ti marr informacion deri në këtë detal, çka argumenton kjo? Se bitë Israelit e kanë ditë se që ki pejgamber pi Allahit i merr këto lajme. Pi
Pika dimër këto kitë detale, se Musa kështu e Musa me kështu e kjo ngjarje, ajo ngjarje. Pika merr këto ngjarje, detal për detale. Andaj Allahu gjatë thot në Kur'an, "Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Dhe Allahu xhel xelalu, jehudit, të cilët ja u kemi dhënë neve librin, ato e dinë që i ti e pejgamber. A di ç'e din? Ka thënë Allahu xhel xelalu, "Çish e din e vlat të vet." Thot Imam Ibn Kathiri, del njeri në rrugë, edhe i sheh vlat të vet të lut me grumbull fëmijëve të tjerë. A mundesh me thon, "Ço libe ka i vlat jam këtu?" Jo, apo vetë shkon e kap. Ha, ç'do ti? A ke pa pim 100 fëmijëve, ti vetë shkon e kap atonin, ha, këtu. Pse? Se ti e njeh tonin, ha, apo ngrenë zemra, ha, stik. E mirë, Allah dhët, jehudit e njohin Muhammed a.s. Qysh i njefni ju e vlat të juve, qysh i njohin ata e vlat të juve, qysh e njeri e vlatin, shumë mirë e njeh, e di. Ata e njohin kështu, ama s'dojnë me e pranue, e kanë pi inatit mos pranimin. A në vezër, për kësa që famësojnë, thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, lajmërimi me këto detale nga ngjarjet e tyre argumenton se ata e dini se Muhammed a.s. o pejgamber. E dini se Muhammed a.s. është pejgamber. Tjetra, cila o vezër, premsimeve që i kanë zirë detarët nga kjo ngjarje, është se Allahu Gjelle Gjelaluhu argumentet e vete i ka bo laraman të ndryshme, ngjyra. Her kallzon me ngjarje, her kallzon me fakte, her kallzon me prova në qiell, her me prova në tokë, her me ringjallje, her me bim, her me mrena njeriut, her me argumentet dhe sa të kanë bojnë me emocionet. Kreti kallzon Allahu te bareke ve teala. Për të farë tregu, kjo laramanie e argumenteve është që nëse se ro këtu me këtë argument, e ro këtë tjetër. Nëse ro këtë tjetër, e ro këtë tjetër. Apo, andaj shikoj vëllezër. Allahu Gjelle Gjelaluhu bive të Israilit ja u çon disa argumente. 70 besimtar që i zgjedhi Musa alayhis salam, shkon me fol me Allahun. Shkoj me fol me Allahun Musa alayhis salam, këta me prit. Këta than erin Allah e gjahra, nas besojna pa e pa Allahin. I mbyti Allahin. Jo mu shpirti. Vdisën. Prapin gjalli, mas i vdiqën. Mirë po, këta a ishin argument për bitë e Israilit? Argument i fort. O ti na kena dekën në gjallë për diti. Argument ma qka? Para më në dikush me arë me thonë për shemull. Unë jam për shemull i 87-ës ose i 1880-ës. Ama kam dekë edhe jam gjallë prapë. Ti nuk a mush me folë normal? Po anë s'ka lidhe, alhamdulillah. Jo ka thënë. I kuri jo vllati. A është lajm i madh, ma arë njëri për shembull 1600-ës. Thot kam dekën e prap jam gjallë. Po nuk mundesh të më komuniku me ta normal se. Çish ke dekë ke gjallë. 70 veta bidën e kanë dekë, prap janë gjallë, kanë ardhur te populli vet. Na kena vdekën në gjallë. Ata pa hajt besoj. E kanë ana shkaluar. Allahu xhalatash ja u bie parasive komplet popullit. As besoni që i kanë gjallë apo? Atë që me s'kët dekë me të këshirëmi. Pra Allahu dhe zërë gjithmon i ban laraman argumentet që njëri nëse s'binde të kjo deri mos të ketë arshije më robi. Allahu i dërgon robi gjithë ato argumente që apo pas të janë numëron ditë e kiamit. Atë ka arë që kjo? Edhe që kjo, atë ka arë edhe kjo. Kreti numëron që ka të kanë arë argumentet në tokë. Po këta që dhe zërë nga kjo njare kuptojmë laramanin e argumenteve të Zotit Gjellë. Allahu ka shumë argumente të cilat i prezenton në librin e vet. Premtimi dhe zot që i kanë nxjerrë dietarët të Ibn Qayyim el-Jauziyje në këtë ngjarje, kemi edhe çfarë? Se është e urryer edhe e ndaluar në mënyrën më të rrept të mundshme që urdhat e Allahut të pritën me tallje, me dyshim edhe me pyetje të shumta të cilat e devijojnë hakikatin e urdhrit. Çuçi bie kjo vëllazër? Çka ju tha Musa alayhis salam? Prani lop. Kaç? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu pi urdhron me prani lop. Thot Abdullah ibn Abbasi, lopën e parë çka e kishin pa, me pra e kishin urdhën vend. Ama këto çka than? Ka dalë, mos u ban hajgare. Pastaj shikoj çka kanë thënë. Ka thënë ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qa kjo? Shiko, as kanë thënë ma hiya al-baqara. Qa kjo? Çai të thonë? Çai të fol? Me talljen dhe me kanë dash me urdhrin dhe me se nuk mundet kjo punë mu lidh me këtë. Edhe në këtu e kemi një mësim shumë të madh. Mos ti pranojmë urdhat e Allahut me çfarë? Me pyetje të shumta. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam hadith, popujt para juve janë shkatruar me pyetje të shumta.
E kjo tash ç'shibe. E kjo zakonisht ai shka pyet shumë, çka tu dash me thon? O s'po du me punone. Apo, a keni pa kanë këto çka janë pa punë? Apo kur ja ofron ai punë. A keni pa e sa tu më shkuë? Në shtata, e mos ani më shtatë çavan aty. O do, a tu dash me shkon punë, si tu dash me shkon punë? Gjithë ato pyetje ti ban. A e ki pa punëtori thotë, "O, çon punë, lejo, a ne diun atë ç'ja baj." A ki pa çka do me zbatu urdhrin? Apo, e për shembull, an sabah, bash çatara, çatara do të më dal sabah, po be çatara, çai te filozofu shumë. I filozofon ai çka s'do mi zbatue. E ai çka do mi zbatu, çka ban? Thotë, "Tamam, e kuptova. E kry, do të më dal sabah, me fal tregën." Punëtori, ai i cili zbaton veprimtari, nuk e komplikon muhabetin. E kush e komplikon? A dini kush e komplikon? Ai shka me komplikimin e vet do me mri, ha mos pithu, lebe ket. A e ki pa ai qa për shembull ti ja afron di punë, me punë fizike, me fitue. Si ta komplikoj shka i thu, tamam, rrish aty. Vazhdoj çajin. Hiç mos e bëj terezien. Se nuk mundesh ti me këtë komplikime me orë me punue. Nuk mundesh ti me këtë kush ka ti nxjerr me orë me punue. Pa këtë arsye vëzër, Allahu ja na mëson. Allahu na tha, aty ne ju tha, prendni lop. Ato jo çfarë lope, jo çfarë ngjire, jo çfarë sa kilogram, sa vjet i ka. Para më, sa vjet i ka jo lop. Çfarë interesimi këta? Apo, pastaj ka thonë, e kjo puna e lopës, prapë është e paqartë. A lavron ajo, as lavron. Atë nimon. Këto pyetje këtë kanë qenë çfarë? Labirint me shpresë mos të mrindër të therrja e lopës. Andaj vezë thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, është obligim që urdhat e Allahut mu marr me madhrim dhe lartësim dhe zbatim. Të ka thonë bane. E kur ta bajsh, të vjen edhe shpjegimi, edhe qartësimi, edhe kur të gabosh të kallëzohet pse e ke gabue, ama ti para se me tentu me zbatu, para se me mor hapin me zbatue, këtë të pyetjet e shumta, ku po dërgojnë në neutralizimin e urdhit Allahu te bareke ve teala. Për këtë arsye vëllezër, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, urdhi i Allahut ju kishte ardhi qartë. Idhbahu baqara, prejnë një lop. Andaj, ka thonë, kjo është sikur për shembull, kur i thu dikujt aty, ushqejeni fukara. I vë ushqejeni fukara. Tash, çish me ushqiet fukara? Kush cëllin nga fukaraja? Po fukarave vëlla fukara. A keni pa njerëzit gjithë ato detale më cëllin nga fukaraja? Po fukara vëlla, s'me një fukaraja. Kur i thush dikujt, agjërojeni ditë nafile. Çish me agjëruat ditë nafile? Po agjërojë vëlla ditë nafile. Agjërojnë një pisë, vërë të liftar, që ka agjërimi. Komplikimi i kësajna, qëfar? Ti të dash mësme agjëruë. Ti të dash mësme agjëruë. Premsimeve që i kam përmen djetarët, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy në librin e tij Ighatatu el-Lahfan, thot është se urdhri Allahut, këtë Allahun pitë parës, urdhri Allahut nuk guxon që të merret dhe të pritet, me qëfar? Me komplikim të mosnjohjes së arsyes logjike të urdhrit. Ç'a i bie kjo? Për shembull, ata kanë pas një problem, ka vdek njëri i vram në udhë, spedina vrasësin. Kjo premisa e parë, problemi i shkaktuar te ta. Mirë. Tani Allahu i thot prenen një lop. Lidhja logjike në mes vrasjes dhe lopës o pak të lashe. O të lashe pak, është pak të lashe. Po, ti në fund për shkak se ki morë vesh, ti pe di që ku a muhabeti. Ama para se me tha, për shembull, marrë ti se di çka ka puna, edhe ti e ki një vrasje, edhe i thot preje një lop. Një vrasje, preje një lop. Lidhja logjike mes preje një lop edhe vrasjes, ku a ka lidhje logjike. Lidhje që me thoni, tamam, e morë vesh. Se për shembull, kur i thush dikujna, që ta kuptosh, po m'duhet me ndresh një tavolinë, tamam, bemi do drasa, bemi do gozhda, edhe bemi mjeta të lidhë. Njëri thot, çish drasa për tavolinë. Po bëvo drasa, se këtë dunjaja di se tavolina bëhet me drasa. Mirë, kjo kandi kandi lidhës është shumë i shnosh. Për shembull, është njëri i smut. Çka do të bëj? Me mjekue, bemi ilaçet. Njëri thot, pse? A ilaçet i duhet smutit ta? Jo, altani i duhen. O ti ilaçet i duhen. Lidhja logjike mes smutit dhe ilaçit është shumë e shnosh. Apo lidhja mes lexuesit dhe librit është shnosh? Në rregull. E tani, lidhja në mes lopës dhe vrasjes, këtu truni kur së një lidhë. Ato, vijat e frekuencave nuk janë. Andaj ka thonë, të hajgari të bëha. E tani vëzët, këpisi kësaj du të me mori mësim. Cila është? Shumë urdhë neve në vinë në Kur'an,
Shumë farzë na vinë Kur'an, shumë ndalimi na vinë Kur'an, edhe njeri ja çon sistemit vet mendumit, apo se sistemi vëllezër është shumë më i komplikuar se sa vetë zbatimi. Andaj besimi jo para zbatimit. Andaj ti nuk i thu kur kujna, a i thu ti një pabesimtarit agjëroj. Jo, thuje një ashadet, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Instaloje një herë. A i ke pati për shembull kur i merr aplikacionet, apo a mund është ti pin mur me realizu diçka? Jo, blej një herë telefonin. Masi ta blesh telefonin, instaloje atë aplikacionin. Masi instaloje, ka punë për me zbatu deri atë, apo? E tani, shiko, sistemi të mendumit tek ta çish ka qenë, çdo urdhër që e jep Allahu dhe pejgamberi sa duhet me marr veshun në një herë, mirë. Çish me marr vesh me logjikën time? A o kusht? Jo. Logjika jote, edhe e emja, a e lexon? Pra, a mundet me zbërthyje në mënyrë racionale, në mënyrë të logjikshme? Për shembull, pse duhet me shku në haxh te shtëpi i Allahit edhe musil tavaf? A mund me zbërthy këtë dikush? Jo. S'e zbërthan. Çfarë hikmeti ka? A di dikush hikmetin? Për shembull, që nuk hajmë në buk duke qenë agjërueshëm, e dim hikmetin. Disa hikmete i dim, disa nuk i dim, ama disa hikmete i dim. Që Allah e ka ndalu derrin, na e dim, se derri ushqehet me të ndyta. Që na e ka ndalu coftinën e dina, se është coftinë e keqe. Apo, që na e ka ndalu zinan e din hikmetin, që murujt familja. Mirë. Cili është hikmeti me shkun qabe musil rreth shtëpisë Allahu xhelalu 4 mureve? Cila hikmeti? Apo, pse nuk lejohet musil në forma ndryshme, po vetëm një formë që e ka caktuar Allahu te bareke ve teala? Për çfarë arsye? Pse duhet me shku Safa dhe Marwa? Pse duhet me shku Mina dhe Muzdalifa dhe Arafat? Pse duhet me shku? Pse duhet me gjujt guri? Ha, kësa i thonë çfarë vëllezër? Kësa i thonë përpjekje për ta zbërthy në takatin njerëzor urdhin hinor. E që kjo ngjarje neve na tregon se nuk duhet mu përpjek njëri për këtë punë. Çka do të ngori? Këta çka thanë? Allahu i tha, prenen një lop, urdhër. Prenen një lop. Si e pritën? Hajgare për banë me neve. Jo pëse për të po hajgare. E që kjo, apo hajgare për banë me neve, çfarë i thojnë? Sepse, kur ata nuk e ditën se cila është lidhja e urt, lidhja logjike në mes vrasjes që e kemi dhe prerjes së lopës që përna urdhron, ata çfarë? E pritën me lloj të hajgarës e mos pranimin. Andaj vëllezër, urdhat e Zotit që na i çon Allahu xhelala, plot për njerëz thonë, po e tash, që kjo duhet ta? A që kjo i zgjidh problemet e popullit ta? A që kjo neve na çon përpara, keni pa thot, këto fetar veç tu fal këto. A më na po thot po përpara po dojna me hec. Po na veç atë përpara s'pedim ka habe. Se sa punë na ka dhënë ka i bë përpara. Se përpara është relative. Se tash përpara unë ju kam juve përpara, ju më keni mu përpara, mirë po janë diana po. Kjo pjesa e xhamisë se ulesh kënena e djathta është anë. E majta këne, por juve djathta është ana tjetër apo? E tash cila përpara valla? Cila përpara? Rakia përpara, zinaja përpara, zhveshja përpara, ka përpara. Çish i bie përpara? Ambulesa është zhveshja, cila përpara? Cila përpara? E për këtë arsye vëllezër, urtësitë e lidhjeve apo lidhja e urtësive në mes urdhave të Zotit dhe sistemit nervor edhe trunit ton, jo çdo herë do me funksionue. Jo çdo herë na duhet mi thonë Allah, e ti, apo për shembull vëllezër, prindi mundet me thonë, shko bleje një qita, një diçka. Shefi më thonë, bane ços ma çket punë. Ti kur qisën e lidh, çka i duhet be kjo? Apo, për shembull vjen mjeshtri edhe të rregullon diçka atje. Edhe thot, shko bleje ma çket pjesë. A ju ka ndodhur? Shko thot blema çket pjesë më duhet. Ti me trunin ta thot, po ku ka me vnuve ki këtë pjesë? Ama ti a ki pas e lo trunin, thot, ki mishra, e di ku i ka vejnë e ki. Ajo, ti doktori për shembull, ti me këshirë doktori për shembull, shko ti të dentisti. Apo, më ka njëni që kur s'ka shku të dentisti, edhe e merë edhe i dhem dhombi. Apo, edhe ajtë pritja e dini me ato thika ta gjë. Edhe njëni me rrejt për mas, ki me këtë thika vrat. Apo, valla, më shpohinje. Ama i shka i dishë që thot, dhamin ta regullon. Ama pse be i ka morë këto ndorë i ma, ki po do, kanë me rakë qështu me nejtë, si me hazër me sejnë ndorë. E a i qka se di qka thot, valla ki me thikë ndorë, apo, ama thika e doktorit, edhe thika ati cili o kriminal dalon, apo, një thika jo, edhe kjo thika dhe edhe thika. Ama ti e di se doktori ka për me cnosh, a thika e këtina për me bodam. Andaj, jo çdo herë na kena mundësi me lidh, çka i duhet kjo për shembull? Çka i duhet kjo? Ama mjeshtë e ki pa kur ja blendi pjesën e thot, që tu e ka pas venin. Aha, që tu e pas ka pas venin. Po dhe që tu e ka pas venin, apo? Ti për shembull, ti nuk e njeh automjetin. Nuk e njeh, apo? Aeroplanin e njeh ti.
Qysh, me çfar komande ngjitet nalt. Çka thu? Qysh e shëron ti kur ti në aeroplan? Qysh e shëron? Për shembull, qysh ngjitet me kjo lart? Qysh ngjitet? Çka thu? Po masi unë ngjit për ditë e di be piloti që ngjitet. Kaç, me çkaç. As se shë pilotin. Cëlli për juve shë pilotin? Nuk e shati pilotin. A i hinë mënyrë ekskluzive ati. Hinë njerë urthar, pas a hinë mënyrë derën e kom shirë, së në shkon të piloti. Me gjitha ta ti i bindësh atina. Edhe i e rahap. Mirë, shembull Allahit është më i lartë dhe zërë. Kur Allah na qënë i urdhër, se nuk bindemi, se që ka ma e mira. Kur Allah i thot fale namazin, ta diqme se ma e mira. Kur thojë e gjepë se qatë, ma e mira, s'ka për ma mirë se që ka që. Se të ka thonë, aj i cili ka kriju e pilotat, aj i cili ka kriju mjeshtrit, aj i cili ka kriju inxinjert, aj i ka kriju be trunin ja ka thonë inxinjeri, që ka ti bindësh, ja ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj ka thonë poeti, po thoi njerëzit sa i meqëm doktori, sa i meqëm inxinjeri, po kur kush nuk po thonë, kush e kryoj trunin e inxinjerit. Kush ja dhabe këtë kapacitet mendor? A nuk ja dha Allahu subhanahu wa ta'ala? Njeri mahnitet me krijimin e njeri, thot, gjithë këtë aeroplane pas ka ndreq. Apo, e ku i morëm pjesë, ku i morëm? Valla pi hekrit. E ki hekër kua, këto e prodhuna. Jo, po Allah në tokë, Allah. E energjien ku e morën këto? Po naftin, a ju be e prunët, Allah u gjë e pruni. Kush e pruni naftin? Pse s'pat para 300 vetëve naft? Pse ju, pse gjenerata juve? Pra njerëz e harojnë kudretin Allahit duke u mahnit me atë, se njeri ju vëzër këtë që ka banë është riformaton. Jo formaton, riformaton. E merë hekrin, lanë, bazë. Edhe që sa i bazë e thot, ta baj pa aeroplan? Mirë, banë aeroplan, banë që ka dush. E merë hekrin, e merë plastikën, thot, ta baj pa telefon? Banë. Ama, pa ta dhanë Allahu formatin e parë, landën bazë, që që e banë? A i banë pi hiqin një telefon? Pi hiqin, mësë ja merë Allah i pjesë. Për këta si u dhezër, jo çdo urdhër që na jep Allahu neve, ne e kuptojmë urtësien. Ne nuk e kuptojmë urtësien. Shumë prej gjëra nuk e kuptojmë urtësiat. Apo, mirë po, zbatoje se urdhri i Allahut gjithmonë është më i miri. Sikur që e zbaton ti urdhrin e mjeshtrit në shtëpinë tënde, pa e kuptu këndin e arsyes logjike. Ama thu, e di ke di çka të bëj. Apo, për këta si u dhezër, të mësohemi që urdhat e Allahut mi marr me çfarë? Mi marr me nështrim dhe bindje dhe dorëzim për para Zotit të bareke o tjara. Gjithashtu dhe zër, prej asaj që ka diskutuar djetarët, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, kanë diskutuar të fjallë Allahu të bareke o tjara, mas ja u ka përshkujt lopën, apo qëfar lopë është, as plak, as ere, ngjyrë verdh, të knaqësit kur t'i shikosh, pasaj ka thënë, ajo është lopë e cila edhe nuk ka të meta, njolla, edhe nuk e punon tokën, është krenare, nuk është e lëthë. E kështu më radhë. Në fund që ka i kanë thanë, mësani i kanë thanë, el-ane gjite bil haq. Për qëllë, në Kur'an i kanë thanë, në ajetin 71, el-ane gjite bil haq. Tash erdhe me të vërtetën. E përharë? Tash erdhe me të vërtetën. Kër ju tha Musa prejnë një lopë, a ke e vërtet? E vërtet. Pse i thanë në fund tash erdhe me të vërtetën? Se sikur, deri tash, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, thot, kanë diskutuar djetarët në interpretimin e kësaj fjale të bijve të Israilit. Kur i kanë thanë Musa alayhi salatu wassalam, ti tash erdhe me të vërtetën. Vini re vëzër, vini re sa e hollo meselja. Sikur ta kishin pas për qëllim se deri tash ka fol Musa batil, dalin pi feje. Por nuk e kanë pas për qëllim këtë punë. Andaj ka thonë el-ane gjite bil haq. Tash erdhe me haq. Teri tash, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, nëse ata e kanë pas për qëllim se deri tash o Musa alayhis salam ke fol fjalë të rreme edhe të kota, kjo në kufër del pi feje. Mirë po, këta e kanë pas për qëllim se deri tash s'ke fol qartë, po t'e ki ditë çka i të thanë, edhe e vërtet u kanë ajo, ama jo qartë e ke kallëzue. Me një farforme e kanë akuzu për paqartësi, jo për batil. Se si kur ta akuzonin pejgamberit Allahit për batil, do të dilnin pi feje. Mi pas thonë për shemë, nuk ka drejtë dhe zë njeriu, mi thonë, as një pejgamberit që këtë gjimësën e fjalije se pate batil, kot, e gjimësën tjetër e ki hak. A kena drejtë dhe zë në pejgamberit a.s. mi thonë, një 4-5 fjali i ki thonë gabim. A kena drejtë? Jo dhe zë, kush do që mendon se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë fjalë të gabuara,
dhe fjalë të kota, ai nuk ka musliman. Ka dallim, mos me besu transmetimin e hadithit. Sikur që kur i ka thënë Ebu Gjehli, Ebu Bekr Sidiku në rrugë, a e di që dosti jot, po thot se akon pin Mekken në Aksa, pin Qabe deri në Mesjidul Aksa. Çka i ka thënë Ebu Bekri? A ka thënë? Unë veç po më intereson a ka thënë. Pra unë e kam problemin e transmetuesit. Jo ati që ka thënë. A ka thënë as ka thënë? Që ka thënë, unë e besoj. I ka thënë Ebu Gjehli. E besona? Po be besoj. Se unë i besoj që Allah i fol atij me shkon Aksa. Mirë po, këtu është pse ka kontestuar Ebu Bekri, ka kontestuar Ebu Gjehli. A ka thënë as ka thënë? Sa për shembull sa njëri thot, "Oj, unë i besoj fes, po ti s'besoj." Apo a ki po, sa njëri jep fetva, edhe ai për shembull dosti vetë si amer. Ki thot, "Çish me ti s'pi beson Kur'anit?" Jo, unë i besoj Kur'anit, ti s'besoj. Ja, ti çish shpjegon se besoj. Ama e besoj për dietarit, e besoj për hoxhën i cili e di Kur'anin, e di hadithin, ti s'besoj. Kur s'besoj ti unë, o vëzër, për shembull, kur njëri thot, "A be çki e zani çka e thiri, shumë keq e thiri." A ka drejt dikush me thon, "O qafir, ose do e zanin a?" A ka drejt? Jo, do të më vet. As po të pëlqen zani a e zani. A zani a e zani. Mos me të pëlqi zani a e drejta jote. S'po pëlqen Allah zani, pas ka e zani. Sa njerëz se ka e zani Allah, se ka e zani për e zan. Se ka zani për Kur'an, ai se ka zani, ai lexon për veten në të vizoj se vao. Po se ka zani për me kallxue. E kur ti nuk ja pëlqen dikujt zanin, si bie që s'ja pëlqen e zanin, se me pëlqi e zanin del bi feje. E sa njëri për shembull thot, "A be leximi që ti mos më pëlqen." E tash çish betis pëlqen Kur'ani? O Kur'ani pëlqen. Leximi i këtij s'm pëlqen. Trajtimi i këtij s'm pëlqen. Sapi muslimanëve, veprat ti s'ja pëlqen, ai thot, "Ki s'mdo unë pse jam musliman." O vëlla, pse je musliman s'ka problem kur me ti. A që i e pasjellje, po ka problem plot njerëz, që i e pa karakter, plot njerëz kanë problem me ti. E kur ka dikush problem me karakterin tan, mos u mundo me mluti kishe, "Valla ki s'po ndo se unë mashallah, si Ebu Huraira." Jo. Këto dojnë Ebu Huraira. Me ti e kanë problemin. Me karakterin tan e kanë problemin. Kur ti jep fetva pa të drejtë dhe s'ki kompetencë për këtë punë, ti mos merr hujum i thon njerit, "Valla, vetë se ta thash të vërtetën vërtet s'po ma do." Jo, çat të vërtetë e marr pi atij çka duhet. Nëse dikush o vëllezër e merr ilaçin, edhe tenton me ia dhon smutit, edhe ai se merr. Po jo, se pi unë, se pije. Edhe një thot, "Çish bëse do ilaçin ti?" O e do ilaçin, po kam çef doktorin më dhon. Jo ti. Fjala e njeriu të kam çef doktori me ma dhon ilaçin, nuk ka që njeri urren ilaçin o vëllezër. Na bukën se hajna kur e dim se kush i njeri ai dopt. Se hajna. Njëri thot pas, "E do bukën." O, e do bukën, valla po se pas ka marru mirë. E tash a se dojna nimetin e Allahit? Jo, nimetin e Allahit e dojna. Ti kur e ke marru, s'pe pa marru mirë valla. Njëtat ajete janë. Ama ndryshe isha Ibn Abbasi. Na ke çto mësime që ka nxjerrën vëllazër. Ku i nxjerrën na i shpikëm? Jo, ulemat i kanë nxjerr. Na i merr Kur'anin lexoje. Apo zbërthajnë më shpesh për ti. Sunë zbërthan. Ama Abdullah ibn Abbasi zbërthan. Mujahidi zbërthan, Sudi zbërthan, Bagawi zbërthan, ulemat zbërthajnë. Pse? Se ja ka kushtuar jetën. E kur dikush thot tyje, un po du me mor prej manalt, prej malartësie, që nuk i bëj çaj të dyshuat te fjalë Allahu subhanahu wa taala. Andaj shikoj vëllazër, ta kanë thënë el ana ji'ta bil haq, tash haq. Me paskan që kanë thënë se deri tash ki fol batil, kishin dezertu. Mirë po, ulemat çfarë kanë thënë? Kanë thënë për shkak se ne nuk kemi argumente se këta njerëz kanë dezertu dhe argumentet janë se këta nuk kanë dezertuar, atëherë duhet t'i japim interpretim fjalës së tyre që tash që ardhur me hak është për qëllim tash e morën vesh të lalopa. Në temek tash çu do të më shpreh ata, ama ata kur fajin se kanë, më në mend, do të vim te mësimi tjetër. Ata kur s'morin faj. Ata kanë thonë, Musa, tash na i kallzove mirë. Çish dash më shpreh të ndëruar xhamarli. Çish dash më shpreh. Tash na e kuptuam se deri pak më herët pak si të veçela kem. Çështu dash më shpreh vëllazë. Ti mësuesi zguzon mi thon, tash më kallzove mirë. Jo, tash e kuptova unë. Tash unë e kuptova. Pra, këta vend se më thon, o Musa, ti pin fillim ki fol mirë. Ti pin fillim i kanë i qartë. Po na se kuptuam, këta ja gjujnë aty fajin. Apo ti s'ditë më kallzue. Pra, deri tash nuk ke bash e qartë. Pa qartësia u kontenati ti te ja gjujtën Musës. Sikur që plot për njerëz thot, ti s'po di më kallzue. Vend se më thon, unë se kum kuptu deri tash, thot ti se ke kallzue. A kjo ndodhe sa që mos me mujt njëri me kallzu mirë. Ama pejgamberi Musa alayhis salam, që Allah e ka zgjedh me fol me Zotin xhelel xhelalu
Nuk ka mundësi me pasdodhë kjo prej Musës alayhi salatu wassalam. Thot Muhammed ibn Gjeriri, dietarëve të muslimanëve, thot disa prej ulemave kanë shkuar në mendimin se këta njerëz të cilët kanë folë me Musën, edhe kanë thënë atattakhiduna huzua al-ana ji'tu bil haqq yubayyin lana ma hiya, kanë thënë ne ta çarçoje, s'na ke çarçuar, tash erdhë me hak. Kanë thënë disa dietarë, thot Imam ibn Gjeriri, se këta njerëz kanë dalë mbi feje. Mirë po thot Imam ibn Gjeriri, thot kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Jam bazuar te fjalë Allahu el-ana ji'tu bil haqq, tash ke ardhë me hak. Mirë po thot Imam ibn Gjeriri, thot çështja nuk është kështu. Pra këta s'kan dalë mbi feje. Por këta si u vëzër, çështja e të nxituarit që njeriu për pak e për shumë mi thon që i dal mbi feje, je bo munafik, je bo kafir, o punë e madhe të Zotit për një musliman. Gjaki muslimanit të i shenjë, e drejta muslimanit të i shenjë. Aisha ka thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dhe me këta ka vërtetu islamin e vet. Zguxon me amor këtij islamin dhe me deklaru pa islam derisa dalet si dielli mesditë apo kafir. Jo për pak e për shumë. Rrogën atin çajtore, hazve munafik. Çova me këto termat fetare ti mi përdor për çefët e tua. Kur u banën termat fetare ti me termat Zotit xhel xhelalu ti mi shpraz epshet e tua. Apo stkanë ti diçka pi hoxhës, edhe për shtatë ti diçka, ave ki. Çova kjo. Çova ky ai. Kjo fe, kjo din ka me të morë Allah në llogari. Ka me nxjerr Allahu xhaka. Fal tash. Pse? Ama unë çfarë arsye kemi thënë Allahu xhelalu ala? Çfarë arsye? Ka thënë alayhi salatu wassalam, s'ka dikush që i thot një muslimani kafir vetë se njëri bi dy është kafir. Njëri bi dy është kafir. Nuk ka zara me lut me këtë punë. A ti jish balun zarë me xhakin e dikujt. A mundesh me para menu njëri për shembull me në tavolinë vëllazër. Çta kuptoni se njerëz se nduaj jarë me këtë punë. Para në timini 4 veta do thon. A vrasna me çta? Ja be se vrasna. Ja be pe vrasna. Çka i thot dikush? Çuma be këtu se budalla kanë këtu. O vëzë kur thuj dikush a kafira munafik a kafir, kjo ma këtë se mi thon, a be vrasna s'pe vrasna. Po meni ti dikan. A ta vrasna me çta mos ta vrasna. Kjo ma pak se me thon a kafira jo. Për musliman. Për musliman. Andaj shiko vëzër, këta i kanë thonë Musës a.s. Ti tash erdhe me hak. E ma herët, andaj disa djetarë ka thonë, këtu kanë bërë rritte. Se i kanë thonë Musës a.s. O Musa, ti dëri shtash të ki kalzue neve qartë. Shtash të ki kalzue. Mirë për thot Imam Gjeriri, nuk o e vërtejta qështu. Ka thonë, e qysh mja nuk ka pak i saj pune që s'kan dalë për feje. Thot Imam Gjeriri. Thot Imam Kaimi, ka thonë Imam Gjeriri. Thot mirë po, thot el emru kema kale indena li ennehum qad adhanu bi ta'ati bi dhabhiha. Thot kanë pështu skandal pi feje se e kanë prej lopën. Sikur mos ta prenin lopën, atëra këtë argument të çon që ka dal pi feje. Ama fakti që thon tamam, e prej çe prejna lopën. E kanë zbatu urdhrin. Kur ta zbatoje urdhrin, ti mos hema anena, pse e ka zbatu ki pse se ka zbatu? A e zbatoi? A e fali namazin? A e xhoroi Ramazanin? A e dha zakatin? A e bani haxhin? Ti mos anemos hema natana. Ama ka dale se ti si dy për punë. Apo të na shia s'ka, të na enigma s'ka, gjejgjesa s'ka, fjall kriqa me mush nuk ka qartësi. Apo, thotë Ibn Gjeriri, wa in kana qawluhum alladhi qalu li Musa jahlatan minhum. Edhe pse lafin shka e kanë thonë Musa shumë i rana, ama thotë pi gjehlit e kanë thonë. E një ranë. Dhe nuk i thuhet Musës, o Musa, ti mos banaj gare me neve. Nuk i thuhet pejgamberit, mos banaj gare me neve. Apo, dhe nuk marrë mi thonë profesori që është. Dhe nuk marrë mësusi që është. Hoxha s'guzoj mi thonë, te a i gari të ba me neva. Apo, nëse hoxha thotë për shemull, ti e ki që ka që namaz, e qatë, e agjerim, a ki të e ti me thonë, te a i gari të ba me mua. S'ki drejt. Po penga merë me pas, për para. A ki të me thonë, te a i gari të ba me mua. Mi po shiko dhe zër, me ketë, ma në men, me ketë vrajshdësi, me ketë ashpërsi të fjalëve të bijve të Israilit me Musën, me gjitha ta Musa i ka trajtu musliman. Tamam, prene lopën. Pra, prapi ka të i kalu ketë të kriza për ta zbatu urdhin Allahu subhanahu wa ta'ala. Tjetra dhe zër, prej asaj qka e marna prej këtë mësimit, qka është, thot Imam Qayyim al-Jawziyya, el-ikhbar an qasawati qulubil ummati wa ghiladhiha wa adami tamakkun al-imani fiha. Thot Imam Qayyim al-Jawziyya, na tregon këtë ngjarje çfarë zemrat vrashta kanë pas dhe sa e keqe kur e ki zemrën e vrasht. Shiko çfarë zemra. Ai ka thënë prejnë një lop, çfarë lope, mos banaj gare, pse çfarë ngjyre, çfarë sa vjet i ka, a lavron tokën, a lavron tokën, a kullotët me ta, s'kullotët me ta. Këtë topitje për çka? Prejnë marrë një lop. Mirë po. Andaj thot Allahu, "Wa ma kadu yaf'alun." Gati s'kan të kry punën. Për çfarë arsye vëllazër?
Për çfarë arsye? Se i kanë pas zemrat e vrashta. Andaj me një fjalë, kur do të dikush tyje me të thonë se je njeri jo i mirë, çish thot, zemër keq. Andaj kur përfundon vëllezër që kjo ngjarje, çish i përshkruan Allahu me një fjalë këto? Me një fjalë. Përcjellën me Kur'an. Ajeti 84 në surën Al-Baqara. Me një dhaf Allah i ka kallzu bitë Saidit komplet. Çka ju ka thënë? Thumma qasat qulubukum min ba'di zalik. Shumë be zemrat vrashta keni. Shumë be kanë pas zemrat vrashta. Që thato pejgamberi u kena qu guri be zemrën. Kur gjame nuk ja zbut zemrën, kur gjë nuk ja ul zemrën, kur gjë nuk ja nxjerr butësinë, kur gjë nuk ja nxjerr në fjalë të mirë. Qasat qulubuhum, guri kanë zemrat. Madje Allahu pastaj ka përshkruajt se disa prej gurëve nxjerrin ujë nxjerr, ama ata e kanë vështirën. Andaj vëzër, nga kjo kuptojmë se shumë e keq që me pas zemrën e ranë, shumë e keq që me pas zemrën e vrasht. Ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alayhi salatu wassalam, do të hyjnë në xhenet disa njerëz, Allahu na bëfë tyne ya rabbul alamin. A dini çka ka thënë alayhi salatu wassalam? Ka thënë zemrat e tyne janë sikur zemrat e zogjve. Zemrat e tyne janë sikur zemrat e zogjve. Thot Imam Nevawiu në komentin e këtij hadithi, thot, çfarë ndërlidhje ka hyrja në xhenet me zemrën e zogit? Sepse zemra e zogit dhe zemra ma e but çka është përveç be zemrës besimtare. Pse ka përgjithësuar si zemra e zogit? Thot Imam Nevawiu, zogi kur kujt si ban dam, kur kujt si ban sharr, apo ulet në deg, rrin deg, as degën s'ta prish, as pemën s'ta prish. Apo a mundesh me thonë ti dikush për shembull, kish harbe një zog që ti në balkon, a kish bo lom, ma kish prish këtë balkon. Jo be, që kanë alale. Zemrën e ka dëbu, thot Imam Nevawiu, dhe sa herë që i ban hujum dikush, ik. Nuk sulmon, ik. Ka thonë, kështu e ka përshkruajt pejgamberi sa zemrën e xhenetlijës, Allahu na bëfë fitën ya rabbul alamin. Andaj shikoj se kjo zemër, edhe kjo zemër. Shikoj në zemrën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që me këtë zemër të mirë Allahu i ka thënë, me zemrën tënde Muhammed, ke i bane musliman. Fe bima rahmetin min Allahi linta lahum. Me këtë butësi që ta ka dhënë Allahu në zemër, ke njerëz i bane për veti. Apo, e zemra e vrash, ka ne për veti. Zemra e vrash vetën e vet. Veç unë jam mirë. Andaj shiko këto. Këtë akuzat ja gjujnë musës, këtë padrejtësit ja gjujnë musës, këtë, çka ka të keqe, sikur faraoni. O Musa, s'po vesh shi, ti ki fajër. Çka ka Musa, Allah? Çka ka Musa me shiu? Apo, mirë po shikoj vëzër, nga kjo thot Ibn Qayyim e mësojmë se s'ka ma keq se me pas zemrën e vrasht. Lutë Allah me çu zemër të butë. Lutë Allah me çu zemër të butë. Sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam vëzër janë shumë me vlerë, shumë të mirë. Mirë po shikoni, njëri prej tyre ju ka kalu keqve ka kaluar. Enes ibn Malik radhiyallahu an, një ditë me hinë në xhami, edhe i gjendë sahabët do ta bëjnë të bëjnë muhabet. A di çfarë teme kanë pas? Kanë thënë, ky Abu Bekri, pse më i miri pikëve? Edhe kanë ishtë tash mi dhonë menimet e veta. Sikur që ne e po, i qesna për shembull menimet e këtë muftit, no, i në qajtore edhe ja nisim me kallzu mendime. Unë kam këtë mendim, ai ka këtë mendim. Ka kive ti mendim, Allah. Apo, me çka e shumëzova atë mendim ti? Mendimi jam pjesëtim për 200 libra, për çka? Çuçi nxjerrat me piku e nxjerrë, Allah. Pin kazana, pin tenxhera, ku e morrat mendim? A mendimi duhet me harbi dikon, duhet me burubi, pini ilmit, pini dije, pini libri. Edhe kanë nisë me muhabet. Edhe njëri ka thonë, ki sigurisht u ka falë natën shumë, për s'ta më i mirë. A që ka thonë, jo, me më falë, janë falë edhe qertë. Ka thonë, ki pare ka thonë shumë. A që ka thonë, o, pare ka thonë edhe qertë. Ka pas rast, ka artë sahabije, ka thonë këtë parët, sigur e Abu Bekri. A më se ka pranu për nga mërë sëlam. A që ka thonë, o, nuk ka të parët. Nuk ka të parët. Apo, ka thonë, po pse o konë dos t'ingushti Muhammed e sëlam. A që ka kësi ka thonë, po jo se dos t'ingushti edhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju. Ka thonë, po sigurisht për shkak se Ebu Bekri e ka të martu me qikën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A që ka thonë, po edhe Omeri e ka. Sa herë ka pru dikush një argument, qëtër ka thonë, po dhe ki qëtër habija qëtër e ka. Atare kur i nëzën, nëse më ka thonë, qënë të bo më bet? Thotë, kem të bo më bet? Pse Ebu Bekri ja ma i miri? A përket? Thotë, ketë to nuk janë qështu. Ketë që ka kini përmeni kina bo edhe na. Ketë bashkë kina bo. Edhe na e na falë, edhe na kina dhënë zëqatë, edhe na kina luftu me pejgamberin sallam, edhe na kina dosh pejgamberin sallam. Ketë sahabët i kanë bo këtë punë.
Ka thonë, po mos u lodhni për këtë punë, sepse Allahi i ka dhënë një lloj zemre Ebu Bekrit se kena na çata. Ja, këtu. Sadaka kena dhënë bashk, në luftë kena dalë bashk, e kena mbrojt bashk, e kena dashur bashk. Islamin e kena pranuar këtë. Ama waqara fi qalbi Ebi Bekrin shay, dishka në zemrën vetë ka pas spedina çka ajo. E ka thashë Allah shumë. Apo, për këtë arsye vëllezër, ai mishe lukuro kanë dhaj. Edhe ai pi kocit, pi flokëve, pi sinjve, pi veshëve, çato. Ama këtu vëllezër. Apo, andaj thotë njëri prej dietarëve të Palestinës, Allah e liroft nga dora e zullumçarit ja Rabbul Alamin. Ka thonë, çka ka thonë vëllezër? Ka thonë Ebu Bekri nuk e kanë shtije në torturë që kanë shti Bilalin. Ebu Bekri s'ka tek shahid, ka tek në shtrat. Apo Ebu Bekri s'e kanë vra. Ebu Bekri nuk ka bo shumë prej gjërave të si i kanë bo të tjerët. S'ka pa shumë për torturë. Ebu Bekri s'u kanë fukara, a konë zëngin, milioner u kanë Ebu Bekri. Mirë po thot Ebu Bekri ne ka dhonë një mësim shumë të madh. Mesazhi këtij mësimi cili o dhe zër, me zemër. Zemër, Allah të këshirë zemër. Qëfar zemër e ka që ki? Me zemërën tane ta shumë fyshon veprën shumë. Me zemër, ama me zemërën e keqe jep pizor sa të dush. Apo, a e dini o dhe zër që to shkajnë të folë na? A e dini sa i badet bajnë? Ka 7 saat rinë që shtu në namazin e vetë, që s'livritin e që. A jo pranë Allah? Nuk e pranë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith që kanë zëri Imam Muslimi, nuk ka do një jehudi apo do një krishter që e dëgjon që kam ardhur une, edhe nuk më beson vetëm se hin xhenem. Për këtë arsye nuk ka vetëm vëzër lodhja, po para lodhjes rregulloja pa këtu. Me zemër shkohet Allahu te bareke ve teala. Pak puna më Allah e ban kabull. Ti e gjun një pikë ujë ama ta ban Allah i baçe. Me një pikë ujë. Ama gjuhen merr sa dush, nuk dhëhez Allah. Në gjuhë sa dush, në tabiatët e vrashta e kanë byt pejgamberin alayhis salatu wassalam. Hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu, i kanë thënë ja Rasulullah, kush është banori i zjarrit? Ka thënë çdo mendje madh. Fodull i vrash në sjellje. Çu jam banori i zjarrit. Apo për këtë arsye, ky mësim na jep neve. Kjo ngjarje na jep neve këtë mësim. Ti zbusim zemrat, sepse me zemrat të buta shkohet Allahu subhanahu wa taala, jo me zemrat të vrashta. Për mësimet e tjera dhe që i kanë zirë dietarët, cila o dhe është se, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, gjithmonë sheriati dhe kaderi zullumçarit jasil planin e ketë dvetin kundër dikujna kundër vetës. Apo andaj e kanë pyet njërin për dietarët e muslimanëve, i kanë thënë, shembujt e arabëve a ekzistojnë në Kur'an? Ka thënë po. Nuk ma sjell ti një shembull vetë se unë ta bëj me Kur'an. Edhe ja ka nisë të pru të shembull. Ka thonë, e di një shembull, a është edhe në Kur'an? Ka thonë, cëllë një shembull, cëllë në ki? Ka thonë, kush e qilë gropën për vlajnë be vetë? Ka thonë, po në Kur'an e kije. Ka thonë, ku në Kur'an kjo? Thotë Allahu në Kur'an, wa la yahiqu el mekru sejji illa bi ehli. Dhe kurtha e keqe që gatuhet nuk rokët në ta, nuk zën ta, posa që e ka marrua. Allahu xhelalu nuk e ban dikush një kurth vetëm se zinjën ta. Ky e miti agjën e vet, apo për çka më ia mor parët. Vini re çfarë tash ka ndodhur me ta. As parët se një ka marr. Edhe e kanë vrarë, kësas, e kanë vrarë. Andaj ka ardhur Ibn Abbasi se kit njeri që i ka vrarë agjën e vet për më ia mor pasurinë, çfarë? E kanë vrarë. Se ka vro njeri pa hak, sa ju ka quë, apo, edhe ka thonë, kim ka vro, edhe ka vdek pra. Apo, po këta si e thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu e ka bo, edhe sheriatin e vet, edhe kaderin e vet, që kur çdo që bën kurtha e ti me ira atina. Andaj vëzë, sa i keq kurthi, sa i keq plani i keq, në fund ti ka me tra, ti që e ke bo për dikan, ti ka me tra, sa kurthët ja kanë bo vëzër pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Kush i ka psu ato? Vet ata. E përzunën pi Mekkës pejgamberi alayhis salatu wassalam me qëllim që t'ju mesë zotësia dhe shkëlqësia e Abu Jehlit dhe parisë të tilla. A shikoni thash Mekja në emrin e kujt po mushët? Në emër të kujt spizem Mekja? Me në emër të kujna? Në emër të Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Andaj Allahu çfarë i tha? Iku Muhammed, dil pi këtu. E ka përmenë Allahu në Kur'an që mu kanë turp për Kurejsh dërmë ditë kiametit. Në surën Al-Anfal Allahu që ka dhe idh akhrajetke karjetuke,
kur të ka përzon tije fshati jot, të ka përzon tije qyteti jot, deri në ditë kiametit turpi ka më konë regjistrum, se kam përzon për hak. Dhe për shkak kësajna, për me ja ungjit turpin deri ditë kiametit, ka thonë për nësam, unë e varos në Medine. A më kam përzon po, kur që u vimo? Ama gjithashtu Mekja ka met për lavdin e Muhamedit a.s. Shikoni vëzër, me milionës pize, nuk pize, çdo vit veç pes gjërojnë. Allah e gjërof, ja Rabbel Alamin. Se musliman të dojnë qabën, musliman të dojnë qabën dhe shkojnë me haqë dhe umra. Ama a në mën të bugjelit, a në mën të Muhamedit a.s. Ti a shkon në qabe për me adhuru Allahun në basë sunetit Muhamedit a.s. A sunetit e bugjelit? Andaj, gjithmonë kur that, i bin ati që e ka marrua. Vini vrej vëzër. Allahu gjanë në surën e Maide, nëse në mundëson Allahu të njëherë të flasim për rëfimet kuranore, jashta këtine rëfimet moje që ne ka përmu Allahu të barek e vëtala. Allah në kalzon për biti Ademit, idhë karrabe kurbana, ka ndonë kurban edhe transmitimi ka Habili Kabili. Po edhe pse s'ka argumente që e kanë pozemni, po i marim sa për mi dit. Kabili e ka vra Habilin. Apo, fizikisht Kabili e ka vra Habilin. Në hakikat, në autoritet, në mëshirë, në fitim, Habili e ka pra Kabilin. Sepse Kabili i vetëm fizikën i e ka morë, apo sebeb me vdek Habili. Ama din kiamet, ka thonë pejgamberi a.s. S'ka një vrasje pa hak që bëhet në tokë, vetëm se njerëzit çka kanë me thonë, a i pari e ka bo këta, a i pari që e ka bo vrasjen. Këtë gjunat që ka i bojnë me vrasje njerëzit, një pjesë i shkon Kabilit. Pse? Ti e ki bo, ti e ki bo sunet këtë pun, ti e ki bo tradit këtë pun me vra vlavi vravin. Andaj shiko vëzër, kush e ka vra kanë? Për këtë asyjo vëzër, zbën dikush kurth, thot i bën Qayyim el-Jawziyja, nuk bën dikush kurth, vetë se vetë rëzohet nda. Andaj mos bëni kurthe, mos bëni agenda, mos bëni komplote. Se shiko vëzër, a beshim që këtë kurth që ka ndja basët muslimanëve, këtë në fund vend kanë me pësue. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë kurthët që ka janë t'i bo kundër muslimanëve, zullumqarë të ndryshëm, në fund këtë kanë mi pësu vetë, kanë mi lutë muslimanët për me bo marrëveshje me muslimanët. Kështu ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për me luftu një popull ashtë për para kiametit, kanë mi lutë musliman, hanë me bo në marrëveshje me juve. Ave se ju në duni, kanë mi u dash që kjo shpadhje, që të regullat muslimanëve kanë mi u dash botës, se janë të shku drejt shkatrimit, drejt drogës dhe prishës në total popujve. Kush kanë mi dash regullat e muslimanëve? Sikur që i përdori shpesh ato regullat e muslimanëve, po prapë se prapë i urrejnë muslimanët. Për mësimeve dhe që i kanë nxjerrë dietarë, thotë Ibn Qayyim el-Jawziyja, për kësaj që ka kuptojnë a vëzër, se bitë Israilit vëzër janë sprovue vini re. Janë sprovue me adhurimin e viçit. Janë sprovue me adhurimin e lopës. Dyherë. Thotë Ibn Qayyim el-Jawziyja, janë sprovue me Samirijun, kur e kanë adhuru viçin, dhe janë sprovue me therrën e lopës. Ne e përmenëm ligjëratën e kaluar se Allahu me këta e ka therrë shirkun. Do gjënë që ka thotë Ibn Qayyim el-Jawziyja, thotë wal baqar min abladil hayawan hatta la yudrabu bihi al-mathal. Thotë Ibn Qayyim el-Jawziyja, thotë to lecë janë sprovu me adhurimin e dikujt tjetër përveç Allahit, po thotë janë sprovu kanë shkuar kanë gjetë hajvanin më budall për këtë hajvanëve. Ma çizdi hiç pi hajvanëve lopa. Andaj kur dojnë dikan kështu me përshkujt maksimum që hiç çka i thonë foj lopë. A i thënë qështu? Thot i Ibn Qayyim el-Jawziyja, këto leje që i kanë bo një zot tjetër përveç Allahit, që zban asë njëherë, s'ka zot përveç Allahit, këto kanë shku kanë gjetë hajvanin matë trullaf qka, për me i pështërsue Allahu gja, kur e kanë morë dikan tjetër përveç me adhu përveç Allahu gjellë gjellalu. Andaj Allahu i ka thënë, prejnë lopën. Edhe këto prap kanë hezitue. Pse? Lopa, lopa. Allahu, a i ka bo men lopës? Andaj ka nërë se transmitime, se me pas hajvani men, se ne prejnë të ata. Me dit, për shemull, me dit hajvani si do me prej, me pas me në të tua, arre që të ja. Jo baj, banë më në manovër dhe hik. Apo, andaj ka nërë transmitime, se me pas hajvani men, ju se ne hani mishim. Arri ti hadër dikujna me të prej. Jo, i kështë hik. Ama Allah e ka po flashkt. Së dhja. Apo, ti a qëtë me hangër, hajvak ti ka me po kurbane, arre ati. Për këta si dhe shiko, janë sprovu me hajvanin ma të rollak, me hajvanin ma të veqel hajvan s'ka. Apo, mirë po, kjo që ka argumenton, se aj i marri që e mërtë lopën për adhurim, cëli jo?
Cili është? Është ky. Andaj Allahu si ndëshkim atyre që kanë adhuru viçin, ja u kalan vrasjen, vranën e tjetrit. E ndëshkim për këta që s'jam pastru prej viçit, ka thonë prej në lopën. E kuptoni tani? Atyre që ka e adhurun viçin 70.000 vete që ka nga Abdullah ibn Abbasi, çish ja u pastroi atyre gjunajin e viçit, tha vranën e një tjetrin. 70.000 veta shkun. Tash kanë met kjo pjesa tjetër e cila se kanë vrarë veten, ama ala në zemër viçi, ha lopa, ju rrin mene. A dhe tha, idhbahu baqara, ta në lopën. Për këta si e thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, edhe kjo është për mësimeve të fundit dhe zërët, me këta përfundojna. Edhe ka shumë mësime dhe zërët, mirë po ne do të kalojmë në ngjarje tjetër pastaj. Për mësimeve shumë të mëlloja, të cilat thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, na kanë ardhur në këtë ngjarje të Musait alayhis salatu wassalam, është se Allah i ka mësue se lopa përveç me kullot, me lavru tokën, me amor qumshtin, nuk është e përshtatshme për adhurim. Nuk i takon adhurimi. Madje jo lopës, por as kujt në dunja, as kujt në ekzistencë, përveç krijuesit të madh, Xhelle Xhelaluhu, nuk i takon adhurimi. As Muhamedi alayhis salam nuk i takon adhurimi, vëllezër. Ne nuk e adhurojmë Muhamedit alayhis salam. Ne edhe kur shkojmë në Medinë vetë selam i çojna. Vetë selam. Kaç nuk e adhurojmë as krijesën më të mirë, as Jibrailis bëhet ibadet. Andaj ka disa transmetime se kur e ka gjujt Allahi Ibrahimin në zjarr, kulna ya naru kuni bardan wa salama, i ka thënë o zjarr, bëhu i ftoft edhe mos e ngri, banu normal, lej komoditet. Ibrahimit alayhis salam ka ardhur Jibraili alayhis salam te Ibrahim alayhis salam, edhe i ka thënë o pejgamberi i Allahit, a duhet ndihmë diçka kundër këtij popullit? Ka thënë kush je ti? Ka thonë meleku i Allahu Jibraili. Ka thonë sa i përket ti e jo. Ka thonë hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mu më mjafton Allahu dhe sa mbrojtës i mirë që është ajo. Andaj fjala e sahabeve kur i kanë pa aleancat kundër tyne, kur janë bë këtë bashk kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka kanë thënë sahabët? Hasbunallah. Neve na mjafton Allahu xhel xhelal wa ni'mal wakil. A ju kujton këtë fjalë? Kush për thotë që këtë fjallë shpesh dhe zërë? Këta musliman të dobet. Allah i një mofë që Rabbel Alamin. Allah i dhash për krahje. Allah i largoft zullumqarin. Allah u amundsof që të kalojnë nga kjo krizë duke e fitue agresorin. Hasbun Allah, në mjafton Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë asyje, sa i përket krijesës dhe zërë, nuk e meriton adhurimin. Ai i cili meriton adhurimin është veç Rabbul Alamini, veç Zoti i botrave, veç krijuesi i botrave. Këtu vëzër kemi edhe një varg mësimesh, mirë po, ne nuk do të kemi mundësi me vazhdojmë, nga se do të vazhdojmë nesër me lejnë Allahu te bareke ve teala me ngjarjen e Khidrit edhe Musa alayhis salatu wassalam, ku na duhet që të përmendim disa prej mësimeve të cilat kanë ardhur në ngjarjen e surën Al-Kahf. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë të agjërimit, Allahu t'i bën qabul adhurimet tona. Allahu t'i bën qabul agjërimet tona. Allahu t'i pranon lutjet tona, sejdët tona, rukutet tona. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu na mundson që të arrim natën e Qadrit, duke qenë me shëndet dhe me iman, duke qenë në lutje dhe sejdë dhe ruku. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu na mundson me lexu librin e Allahut, me mësu librin e Allahut, me udhëzu me këtë libër të madh. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.